problemi... Pse nuk ka ndryshu kjo në mendsinë e pushtetit? Se në këto evrej. Dhe me thonë, nuk e kanë të lashe, unë sa vrej, nuk e ka të lashe Albin Kurti, pse atje dënohen njerëz për krime lufte, që janë te për trona që lidhen me luftën shlirimtare, por thjesht dënohet Hashimi. Pse po e reflekton, pse po e çon këtë mesazh, zoti Kurti? Po tash, unë mendoj që zoti Kurti ka edhe një problem shtesë, unë mendoj që ai kështu politikisht e ka bezdi Hashim Thaçi. Po të kishte qenë Hashim Thaçi këtu për shkak ai kishte pas bezdish. Politikisht, sepse dominimi politik kishte më qenë, hajde s'po thon këti pa mundur, po shumë më i vështirë. Tjetër fare. Aktualisht ka një dominim politik, e ka pas edhe ajo PBN, por ka pas një dominim politik dhe mendoj që ka shfrytzuar çfarë situatë zoti Kurti. Unë mendoj që secili qytetari i Kosovës duhet të kuptojë se janë shumë thjesht. Pavarësisht pozicionit politik që ti e ki, pavarësisht çka mendon ti për Hashim Thaçin, për këtë UÇK-n si komandant të ushtar, dënimi i njerëzve të UÇK-s për krime lufte nën kupton që edhe na kena mu dënu. Tash neve kemi burg s'kan na çu, s'po them ata. Po na kena mu dënu kolektivisht. Edhe unë që dënim nuk ja du Kosovës. Edhe pra po them, nuk ka këtë bëj me individin, fare. Qa mendojnë për Hashimin, qa mendojnë të për Hashimin, kjo s'ka lidhje me këtë temë që bëjmë. Interesi i Kosovës është që kjo procedurë gjyqësore me rezultu me pafajshmërinë e aktorëve të, sepse pastaj kjo është mbyllje një herë për gjithmonë të gjitha akuzave të fabrikuara një pjesë e konsiderueshme të tyre, apo jo nga Serbia kundër UÇK-s. Po pastaj, cila është pjesa tjetër që ka është në interes të Kosovës. Megjithatë, që ato krime që janë kry, që ata njerëz që janë vrarë, duhet me u gjetë kush i ka vrarë. Çfarë rrethana, për çka e kështu me radhë. Ajo është proces që duhet me bona, se dhe kjo është në interes të Kosovës. Unë i kuptoj për shembull njerëzit që me po përpjekje. Me po përpjekje, tash, natyrisht. Përpjekje serioze. Nashta të gjitha nuk zbulohen. Absolutisht. Me po përpjekje serioze, ama me ik të ndimit që me dënu njerëzve sa me thonë që e dënu dikon. Na kemi këtë rasti për shembull me zotin Samir Lushtaka, që dënu 12 vjet. Për s'dihet kush u vra, nuk dihet emri edhe vendi ku. E as për çka. As për çka. As arma. Shkallë parë u dënuar. Veç hajde me ty te ke vranë njerët, po se din kam, po çojmë për ku kam më kështu. Që me që e përmene këtë rastin e Samir Lushtakut Visar, aty është gjyku edhe Sulejman Selimi. Në 2 raste, unë da Drenica 1, Drenica 2. Në njënin rast u dënu, në tjetërin rast u shpalli pa fajshë. Po këto ndarje vish për menaxhim nuk e di pse i pat bë atëherë gjykata. Por më lejo ta them një diçka, i kam materialet, i kam fotografit diku, se në këtë proces ka qenë një dëshmitar. Nuk po e përmene, as si kod, as kurgjë. Ka qenë një dëshmitar base kryesori. Dhe çfarë thoshte ai në gjykatë? Thoshte që në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në Likac jam burgos, jam torturu, dhe mes tjera që akuzon të Sulejman Selimin, komandantin e përgjithshëm të UÇK-s, paramendoje, se ai më ka ngre me mash për testikujve në për dyshemi, dhe unë prej atëherë, unë jam i paaft seksualisht, dhe krejt këto tortura mi kanë shkaktu këta njerëz. Dhe më vonë jam marrën me këtë rast, me këtë proces, dhe me këtë dëshmitar. Këtë tipi kishte qenë i plagosur në vitin 1992, në një razh në Katon të Vetin, e merr plumin këtu, i depërton plumi në gjenitale, i del tjetër anë. Dhe çka është shumë e rëndësishme këtu, dihet autori, është dënu autori, e ka vujt dënimin, janë fotografit, është ekspertiza mjekoligjore, janë të gjitha të konstatuara nga gjykata në vitin 1992, mos të harrojmë as së kohë ishte gjykata e Serbisë. Pra ata e këshin gjyku, e këshin konstatu, e këshin vujt njëri dënimin, dhe prej 92-ës edhe 6 vjetë ma vonë, e përshkruan dhe me ka ndodhur një ngjarje të tillë, akuzon personin e njëjtë. Apo të familjes e tij.
është absurditeti më i madh që unë kam mujt me pa dikun. Dhe çka është e rëndësishme se kam përcjell atë proces gjyqësor, kur vjen ekspertja mjekoligjore e Euleksit e pyet mbrojtja thot a ke kontrollu ti tash së fundi, ka kjo se i ka ardhë marrë atina. Me u zhvesh para me. Ndërkohë njerëzit gjykoheshin. Pra i ka ardhë marrë, ndërkohë njerëzit gjykoheshin. Dhe fatkeqësia më e madhe, se kryetari i trupit gjykues në atë proces, ka qenë gjyqtari që sot është kryetari i trupit gjykues në rastin e Hashim Thaqit. Dhe më vonë, në bazë edhe të dëshmive të ish kryetarit gjykatës të asamblesë e Euleksit, Mallkon Simons, dhe në bazë të plot dokumentave që pata publikuan, del se ky gjyqtar thot për grupin e Drenicës, këta janë kafshë që duhet zbutën. Dhe kur i merr parasysh të gjitha këto për cilat fola, që janë shumë pak në krahasim me ato që ka, se s'muj me i rikthy tash në një emision, mos është një lloj prologu i atij procesi. Sakt. Atje. Është Për mu është e frikshme. është përndjekje. Unë që të bëtham është përndjekje, për shembull nëse e shohim tash jo ndaj individëve, zoti Thaçi, është ndaj UÇK-s. Sa gjykimi është bë, në sa instanca janë bërë të gjykime, prej Unmikut të Euleksit, tash domat e specializuara, në farë mënyrë aty krijohet përshtypja dhe këto përbëj veç analizë kështu politike, jo në aspektin juridik, krijohet përshtypja që dyqysh janë ndër njerëz atje që dojnë gjithçysh me dënutikën. Provon herën e parë, s'patat prova, hajtë të kallëzojnë apet herën e dytë, hajtë të kallëzojnë herën e tretë, hajtë të kallëzojnë herën e dytë. S'ki prova, o zotni. Nuk mosh me dënu njerën pa prova pikë. Dhe tash, ti pa tregon që ka pas raste kur pa pikë prove të kanë dënu.